Sekretarja e gjykatës së apelit ka rrëfyer parahetuesve momentet e vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja brenda sallës së gjyqit në gjykatën e apelit. Sapo shpalli vendimin, gjyqtari u ngrit dhe u kthye në krahun e tij të djathtë për të shkuar drejt dhomës së Këshillimit. Në këtë moment Elvis Shkambi është afruar para podiumit të gjyqtarit dhe e gjuajti me pistolet. Unë u ngrita në këmbë dhe vendosa duart në kraharor. Ky person u kthye nga unë dhe më tha: "Nuk kam gjë me ty." Ai gjuajti përsëri ndaj gjyqtarit, tha ajo. Sekretarja gjithashtu shpjegoi se tentoi të jepte ndihmë gjyqtarit duke e shtypur plagën me peshqir, por ai nuk reagoi. Ndërkohë që pasi e vrau gjyqtarin Kalaja, 30 vjeçari Elvis Shkambi la qetësisht sallën e gjyqit dhe teksa dilte në oborrin e gjykatës së apelit i dorëzoi pistoletën në punësit gjyqësor Bledar Panariti. Në dëshminë e tij parahetuesve, Panariti tregon momentet kur u përball me vrasësin e gjykatësit. Ndodhesha në sallën numër 4 të gjykatës në pritje të shpalljes së një vendimi kur dëgjova mbi 3 të shtënar me zjarri që mu duk sikur vinin nga brenda ambientit të gjykatës. Pash njerëz që nisën të dilnin nga salla numër 3 dhe prej andej dëgjova të bërtitura si zëra femrash. U afrova te dera e sallës numër 3 ku prej andej doli një person me shtatë të shkurtër me fytyrë rrumbullake, race bardhë, rreth moshës 45-50 vjeç. Ai u afrua, më la në dorë një pistolet dhe u largua prej aty. Instinktivisht pistoletën e futa në xhepin e pantallonave, nuk hyra në sallën 3, por kam lëvizur duke kërkuar ndihmë, shpjegon dëshmitari. Ky i fundit shpjegoi se forcat shqiponja tentuan ta arrestonin, drejtuesi i tyre ju tha se isha punonjës i gjykatës. Forcat shqiponja më kërkuan të kthehesha pas dhe të mos lëvizja me qëllim që të më arrestonin. Drejtuesi i tyre ju tha se isha punonjës i gjykatës. U prezantova si punonjës i gjykatës dhe ju tregova punonjësve të policisë Bexhën dhe ju thash që armën e kisha futur në xhep, tregon ai më tej.